Jemi vetëm pak ditë larg 1 shtatorit dhe prindrit ende përballen me pasigurinë për libra të fëmijëve të tyre. Teksa qëndroj sot para jush me më shumë se gjysmën e karrikeve të Parlamentit të Kosovës të zbrazura, këtu lind vetëm një pyetje. Apo i humbet popullit shpresa? Apo i humbet Kosovës shpresa? Sepse qytetari këtë pamje nuk e sheh vetëm këto, në sallën e kuvendit. E sheh çdo ditë. E sheh kur institucionet nuk funksionojnë. E sheh kur vendimet shtyhen. E kur pushteti nuk arrin të marrë përgjegjësinë për atë që i takon dhe pas një kohe, qytetari fillon ta pyes veten, nëse institucionet nuk po punojnë, për mua, atëherë kush po punon? Për gati 2 vite, edhe mandati im si deputete ka filluar e vazhduar në një kuvend ku puna institucionale është bllokuar vazhdimisht. Gjatë kësaj kohe, ne nuk kemi kërkuar asgjë, përveç asaj që Kosova të jetë stabile, që institucionet të formohen dhe që shteti të vazhdojë të punojë në frymën demokratike. Jo për një parti, jo për një grup, po për vetëm e vetëm Kosovën. Demokracia, të dashur qytetar, nuk matet vetëm ditën kur numërohen votat. Demokracia matet çdo ditë pas zgjedhjeve, kur pushteti vendos nëse do ta respektoj kufirin që i vendos akti më i lartë juridik, Kushtetuta e Kosovës. Për gati 2 vite, Kosova ka pritur. Ka pritur që institucionet të formohen, ka pritur që kuvendit të punoj, ka pritur që përgjegjësitë të merren. Dhe pas 6 vitesh qeverisje, çfarë kanë bërë të tjerët nuk mund të jetë më përgjigje, sepse përgjegjësia ju takon juve. Dhe nëse doni të shihni se si duket një shtet që nuk funksionon, mos shkoni larg, vetëm shikoni shkollat. Jemi vetëm pak ditë larg 1 shtatorit dhe prindrit ende përballen me pasigurinë për libra të fëmijëve të tyre. Ndërsa ekziston rreziku që edhe këtë vit fëmijët të mos i kenë të gjitha tekstet që u duhen në ditën e parë të shkollës. Dhe këtë dua të ndalem, sepse ishte krejtësisht ndryshe kur unë vetë kam qenë nxënëse në shkollat e Kosovës. Ne i kishim librat në ditën e parë. Nuk ka pasur nevojë që prindrit të largohen e të shikojnë se ku t'i gjejnë ato libra, ose fëmijët të presin me ditë të tëra. Librat kanë qenë në bankën time. Nuk është se Kosova ka qenë një prej shteteve më të bukura në atë kohë, por me të gjitha ka funksionuar dhe ka funksionuar për shkak një çështje shumë themelore. Ka qenë delegimi dhe besimi në përgjithësitë. Dikush vendoste, dikush organizonte, dikush zbatonte dhe secili e dinte përgjegjësinë e vet. Ky është një parim që duket i vogël, por në fakt është themelor për mënyrën se si ndërtohet një shtet funksional. Dhe kur në praktikë ka funksionuar, nuk është dobësi ta pranosh. Udhëheqja nuk është të ndryshosh gjithçka që të dukesh se pas ke ardhur në pushtet. Nëse diçka ka funksionuar, të paktën mbaje dhe ruaje dhe puno për të tjerat.